Në një zhvillim të fundit që përshkallëzon më tej tensionet tregtare mes dy fuqive botërore, Shtëpia e Bardhë ka njoftuar vendosjen e një tarife të re prej 245% ndaj importeve nga Kina. Vendimi erdhi si reagim ndaj masave hakmarrëse të ndërmarra nga Pekini dhe është pjesë e një serie veprimesh në kuadër të politikës tregtia e parë amerikane të shpallur nga presidenti Donald Trump. Në një deklaratë zyrtare, administrata amerikane thekson se ky vendim është i ndarë nga negociatat me mbi 75 vende të tjera, për të cilat tarifat janë pezulluar përkohësisht për një periudhë 90 ditore. Kina, megjithatë, është përjashtuar nga kjo periudhë ngrirjeje për shkak të kundërpërgjigjeve të saj ndaj politikave amerikane. Masat e fundit të Pekinit përfshin ndalimin e eksporteve të materialeve të rralla si galiumi, germaniumi dhe magneteve me përdorim të lartë teknologjik, që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në sektorët industrial dhe ushtarak global. Këto veprime shihen nga Washingtoni si përpjekje për të ndikuar furnizimin ndërkombëtar dhe për të krijuar presion ndaj kompanive amerikane dhe partnerëve të tyre. Ndërkohë, zyrtar kinez kanë pohuar se tarifat po ushtrojnë presion mbi ekonominë e tyre, por pavarësisht kësaj, Kina ka shënuar një rritje ekonomike prej 5.4% në tremujorin e parë të vitit, me prodhimin industrial dhe shitjet me pakicë që gjithashtu kanë shënuar rritje të ndjeshme. Presidenti Trump ka deklaruar se këto masa synojnë të rikthejnë drejtësinë në sistemin global të tregtisë dhe të mbrojnë prodhimin amerikan nga praktikat e padrejta.